Kongresi i Autoritetit Lokal të Këshillit të Evropës ka konfirmuar se do dërgojë një mision monitorimi në Shqipëri në datat 17-19 nëntor 2025 me qëllim vlerësimin e funksionimit të demokracisë vendore dhe rajonale në vend. Në një letër drejtuar kryetarit Bashkisë së Tiranës Erjon Velia, sekretari i përgjithshëm i Kongresit, ka informuar atë për vizitën e komunitetit të monitorimit që do të zhvillohet në kryeqytet. Në letrën zyrtare thuhet se misioni synon të zhvillojë një dialog të hapur dhe konstruktiv me autoritetet shqiptare në nivele të ndryshme të qeverisë për të siguruar një raport sa më të plotë mbi zhvillime demokratike në pushtetin vendor. Komuniteti i monitorimit e ka përfshirë Shqipërinë në listën e vendeve që do të monitorohen në vitin 2025 dhe për këtë qëllim është planifikuar një vizitë monitoruese në datat 17-19 nëntor, thuhet në letrën e nënshkruar nga Mori. Vizita e delegacionit të Këshillit të Evropës vjen në një moment delikat për qeverisjen vendore, pasi gjykata kushtetuese po shqyrton ankimin e Erjon Veliajt për vendimin e shkarkimit nga detyra sikure Bashkia e Tiranës. Rezultatet e misionit pritet të pasqyrohen në një raport përfundimtar që do të paraqitet në vitin e ardhshëm nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës në Strasburg.